Dasma Shqiptare 2017 prezanton. Përshëndetje, jam një vajzë 26 vjeçe dhe historia që dua të ndaj me ju ka ndodhur në fshatin e dajës tim. Unë kam lindur dhe jam rritur në qytet, por fshati ka qenë gjithmonë pika ime e dobët. Që më përpara, unë i kaloja pushimet e verës atje dhe jam e magjepsur pas natyres, ajrit të pastër dhe sidomos pas kafshëve. Për mua nuk ishte gjë më të bukur se të rria në obor, të ndihmoja me aq sa mundesha dhe të shijoja atë qetësinë që vetëm ai vend ta ofron. Daja im ka një shtëpi të madhe, me një obor të gjerë të rrethuar me pemë dhe lule. E ngjitur me shtëpinë e tij jeton një familje tjetër dhe ata kanë një djalë 32 vjeç. Ky djali është një njeri shumë punëtor, ndryshe nga shumë të rinj që duan të ikin nga fshati. Ai kishte vendosur të qëndronte aty dhe të merrej plotësisht me blegtori. Ai kishte një ahër të madh dhe mbante shumë lop. E shihja shpesh nga larg kur nxirrte bagetit ose kur merrej me punët e përditshme rreth shtëpisë së tij. E kohët e fundit kisha filluar që ta vija re edhe këtë gjë. Sa herë që unë shkoja tek daja për të kaluar fundjavën, ky djali e gjente gjithmonë një arsye për të ardhur aty. Vinte kinse për të pirë një kafe me dajen, për të bërë një muhabet rreth punëve të bujqësisë apo për të kërkuar ndonjë vegël pune. Ai zinte vend aty me orë të tëra, por syti mbante gjithmonë nga unë. E kudo që unë lëvizja nëpër obor, ndjeja shikimin e tij që më ndiqte. Ishte një shikim i qartë, por unë bëja sikur nuk e kuptoja. Nuk i jepja asnjë lloj reagimi, thjesht e përshëndesja kur vinte dhe vazhdoja punët e mia, duke rregulluar lulet ose duke i dhënë ujë qenit të dajës. Një pasdite, situata mori një rrjedhë tjetër. Unë isha ulur në një karrige aty, e po shijoja freskinë e pasdites. Ai djali erdhi prap, siç bënte gjithmonë, u ul me dajen dhe filluan të bisedonin për mbarvajtjen e stinës dhe për kafshët. E gjatë bisedës e dëgjova kur i tha dajes plot entuziazëm: "Sot me ka ecur shumë mbar. Lopa me ka bërë 2 viça, fare të bardhë. Mua kafshët më pëlqejnë jashtëzakonisht shumë, dhe sa po dëgjova për viçat e vegjël, mu bë qefi. Doja shumë të ngrihesha dhe ta pyesja për detaje, por qëndrova e heshtur. Nuk lëshova asnjë zë, thjesht dëgjova muhabetin deri në fund. E pasi e mbaroi kafen, ajo ngritu përshëndet me dajen dhe u nis drejt shtëpisë e tij për të marrë me ushqimin e baktive. Unë nuk rria dot në një vend, kisha shumë dëshirë të dilja pak. Kështu që mora biçikletën e vjetër që mbanim në obor, dola të bëj një xhiro nëpër fshat. Rruga e fshatit është e shtruar me zhavor të imet, e ajri është shumë i pastër. U solla pak vërdall dhe kur po kthehesha, rruga më ra pikërisht përpara portës së shtëpisë së atij djalit. E ai ishte aty tek hyrja e oborrit të tij, duke pastruar diçka. Eca më ngadalë me biçikletë dhe ndalova aty pranë. "A me të vërtetë bëri lopa viçat e bardhë?" e pyeta unë, pa e zgjatur me përshëndetjet e tjera. Ai la punën që po bënte, duke buzëqeshur më tha: "Eja shifi, mos besofsh." Prita pak, pastaj e lash biçikletën aty jashtë oborrit dhe hyra brenda. Eca pas tij drejt pjesës së pasme të shtëpisë, aty ku kishte ndërtuar
një ahër mjaft të madh për kafshët. Vendi ishte i rregullt, e mbushur plot me duja sane të sistemuara me kujdes, e në njërin cep ishin lopët, ndërsa në një ndarje të vogël e të pastër qëndronin 2 viçat e vegjël, e të bardhë, e të bukur ashtu siç kishte thënë ai. Unë ofrova pranë tyre plot gëzim. Për mua ishte një pamje shumë e bukur. Isha krejtësisht e përqendruar tek viçat, kur dëgjova zërin e tij pak më ndryshe, nga ç'fliste ai zakonisht, e ai qëndroi pas meje. Ti a erdhe të shikosh viçat, apo për çfarë? Më tha ai. Dërsa unë vetëm ja hodha një shikim. Apo mos erdhe për mua? Me pyeti ai. U befasova nga kjo pyetje drejt prej drejt. U ktheva nga ai dhe nuk e prisja këtë lloj bisede aty, por e ruajta qetësinë dhe i fola shumë shtruar. Unë nuk kam asnjë arsye të vi për ty, i thash. Po ti, a nuk i kupton shikimet e mia? Me pyeti ai, dhe as e ke kuptuar akoma që unë vi aty tek daja yt vetëm për ty. Jo, i thash, as të kam vënë re, nuk më ka shkuar mendja asnjëherë te kjo gjë, i thash unë. Ajo ofrua dhe pak më shumë drejt meje, duke folur hapur dhe duke mos e patur ndërmend të tërhiqej. Unë mbaroj pas teje, me thaj, me pëlqen çdo gjë e jotja. Në fakt, unë e dija që ai ishte një njeri me vlera, e kisha parë sa shumë punonte dhe e dija që fjalët e tij ishin të sinqerta, por edhe unë i fola ashtu siç e mendoja. Ti je djali i mirë, i thash, je i bukur dhe je punëtor, tamam djalë për shtëpi. Por s'kemi pse ngutemi, e shumë herët për këto fjalë, i thash unë atij. Fakti që unë vlerësova dhe i thash ato fjalë e bëri atë të ndihej shumë mirë, e pash që u gëzua pa mas. E po, unë të dua, me thaj, pa fshehur fare ato që ndjente. Ato fjalë me bën edhe mua të lumtur. Fillova të ndjeja atë afrimitetin mes nesh. Edhe mua më pëlqen, i thash, por ashtu, siç të thash, prap është herët. Ai e kuptoi që unë po ja hapja rrugën, por doja që gjërat të shkonin me qetësi, ndërsa ai qëndroi aty përballë meje dhe më kërkoi diçka të thjeshtë. Më jep të paktën një përqafim, më thaj. Nuk e refuzova, hapa krahët dhe përqafova. Ai më shtrëngoi dhe aty më tha me zë të ulët, të dua shumë, e menjëherë pas kësaj me puthi të qafa, e unë ju përgjigja pa hezitim. Edhe unë ty, i thash. Por tani, ai me kapi hopa, me ngritin nga toka dhe me mbështeti sipër atyre dujave të sanes që kishte mbledhur aty pranë, e ne ju ofruam njëri tjetrit plotësisht dhe filluam që të putheshim. Ishte një moment ku fjalët nuk kishin me vend. U puthëm për pak kohë aty mbi san. Pastaj unë ndërpreva, unë grita në këmbë dhe u shkëputa nga ai. Zbritin nga sana, shkova drejt derës së madhe të ahurit dhe dola pak për të shikuar për rreth. E dija që ishim në një fshat ku njerëzit lëviznin dhe nuk doja që dikush të hynte papritur apo të na shihten nga jashtë, por e pash që nuk ishte asnjë njeri rrotull. E kapa derin e ahurit e mbylla mirë nga brenda, u sigurova që çdo gjë ishte e mbyllur dhe askush nuk mund të futej. Me pas, u ktheva prap drejt tij, që ai po më priste. Shkova pranë tij, i ofrova dhe filluam të putheshim përsëri në atë ambient të qetë të izoluar nga çdo gjë. Putheshim me ca puthje të njëpasnjëshme. Me puth të kudo. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjeni videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjeni subscribe.